Më 7 mars të vitit 1887, hapet mësojnëtoria e Korçës, shkolla e parë në gjuhën shqipe. Quhet e para ndoshta sepse për herë të parë mësimi shqip kryhet në mënyrë të organizuar dhe në bazë të një programi mësimdhënës. Mësojnëtoria kishte fillimisht 35 nxënës me 4 klasa mësimi dhe 1 klasë përgatitore. Lëndët ishin shkrimi, këndimi, gramatika e gjuhës shqipe, historia, gjeografia, aritmetika, dituria natyrore dhe edukimi fizik. 7 marsi festohet si dita e mësuesve shqiptar. Shkollat të tjera janë hapur sipas këtij shembulli në mbar trojet shqiptare më pas. Vetë mësojnëtoria e Korçës qëndroi e hapur për gati 15 vjet. Drejtues të saj ishin figura të njohura të rilindjes shqiptare, siç ne i njohim nga historia: Pandelis Sotiri, Petronini Luarasi, Nuçi Naçi e të tjerë. Pikërisht në këtë vit, me 7 mars, Princ Viti arriti në Shqipëri për të filluar udhëheqjen e vendit. Princ Wilhelm Viti, ose formalisht madhëria e tij Princ Viti, ishte princi i Shqipërisë për 6 muaj, i cili mbretëroi nga 7 marsi i vitit 1914 deri më 3 shtator të vitit 1914. Princi Wilhelm Viti arriti në Durrës më 7 mars në orën 3 pasdite. Rrethet patriotike si dhe përkrasit e tjerë të vitit nga radhet e çiftligarëve e pritën me entuziazëm ardhjen e tij në Shqipëri, me bindjen se ai do të realizonte aspiratat e tyre nacionale e shoqërore. Për kryeqytet të Shqipërisë, Princ Viti zgjodhi pikërisht Durrësin, ku edhe kishte ndikim të fortë Esat Pash Toptani. Esat Pasha, me qëllim që të siguronte një pozitë me rëndësi në kabinetin qeverisës të Princ Vitit, zyrtarisht deklaroi se e mirëpretcaktimin e tij për princ të Shqipërisë, por fshehurazi vazhdoi tërkohën të nxiste lëvizjen për një princ musliman në vend. Në mars të vitit 1941, gjatë luftës italo-greke, italianët thyhen. 50.000 ushtarë britanik zbarkoi në Greqi. Një pushtim gjerman i Greqisë ishte i pashmangshëm. Për Gjermaninë, pushtimi i Greqisë nuk ishte aq shumë për të ndihmuar italianët, sesa për të mbrojtur fushat naftëmbajtëse rumune dhe krahun jugor për pushtimin e planifikuar të Bashkimit Sovjetik. Gjermania pushtoi Jugosllavinë dhe Greqinë më 6 prill të vitit 1941. Më 23 prill, ushtria greke u dorëzua, mbreti Gjorgji II i Greqisë dhe qeveria e tij ikën në Kret. 50.000 trupa britanik, australian, nga Zelanda e Re e polak u evakuuan. Të gjitha tankët e tyre, pajisje të rënda dhe kamionët u braktisën. Disa grupe të vogla, të izoluara dhe individ mbetën pas në Greqi. Shumë u fshehen mendime në popullatës vendase, të tjerë u kapën nga gjermanët, 3.700 ushtarë aleat dhe më shumë se 15.000 ushtarë grek u vranë në luftime. Pas dorëzimit grek, Gjermania, Italia dhe Bullgaria e ndan Greqi në 3 zona okupimi. Gjermania dhe Italia së bashku mbajtën Athinën, dhe në shtator të vitit 1941, vetë kryeministri britanik Churchill do të shprehej se zbarkimi i trupave aleate në Greqi ishte gabim strategjik. Viti 1945, vit në të cilin është krijuar qeveria jugoslave e Titos, sipas marrëveshjes me qeverinë mbretërore jugoslave në Mërgim dhe me ndërmjetësimin britanik. Krijimi i qeverisë së Titos ishte penguar, avonuar për shkak të kundërshtimeve të mbretit jugoslav Petër II. Konferenca e Jaltës në vitin 1945
rekomandoi që marrëveshja të zbatoj me njëherë dhe mbreti u detyrua të tërhiqej. Kështu u formua qeveria Jugoslave e Titos. Të gjithë sapo përmendet emri Panajot Pano e identifikoj me futbollin shqiptar, një nga legjendat e futbollit shqiptar. Panajot Pano ka lindur më 7 mars të vitit 1939. E ka filluar karrierën e tij sportive në moshën 12 vjeçare në skuadrën e të rinjve të Tiranës si portier. Më vonë në vitin 1959, mbasi emërohet në ushtri, luan për skuadrën e klubit futbollistik Partizani si sulmues. Me këtë lojtar në gjirin e tij, Partizani fiton 4 herë kampionatin kombëtar dhe 5 herë Kupën e Republikës. Panajot Pano luajti 25 herë për skuadrën kombëtare. Në vitin 1970, skuadra kombëtare fiton Kupën e Ballkanit. Dhe 5 vite më vonë, në 1975, ai stërviti si trajner ekipin kombëtar dhe atë të rinjve të klubit futbollistik Partizani. I pajisur me një teknik të përsosur driblimi, ai ishte një nga lojtarët më të mirë të kombëtarës së futbollit. Në vitin 2003, me rastin e jubileut të UEFA-s, Panajot Pano u zgjodh si lojtari më i miri të gjitha kohrave nga Federata Shqiptare e Futbollit. Mjeshtër i madh i punës ishte titulli i akorduar nga ish-presidenti i Republikës Alfred Mojsiu, titulli më i lartë nderi i kombit nga ish-presidenti i Shqipërisë Bamir Topi, duke bërë kështu i pari sportist i cili merr titullin nderi i kombit. Panajot Pano ka ndëruar jetë 7 vite më parë, në vitin 2010. Në vitin 322 para erës sonë ka ndëruar jetë filozofi i njohur Aristoteli. Aristoteli shkoi në shkollë për mjekësi fillimisht edhe më pas u dërgua në Athinë për të studiuar filozofi me Platonin. Kur Platoni vdiq, Aristoteli kishte shpresuar se do të merrte drejtimin e akademisë dhe kur kjo i u mohua, pasi nuk ishte vendas, u vetëmërgua duke udhëtuar nëpër vendet e Azisë së Vogël. Aristoteli u kthye në Maqedoni në vitin 338 para erës sonë dhe u bë mësues i Aleksandrit të Madh. Kur Aleksandri pushtoi Athinën, Aristoteli u kthye në Athinë dhe krijoi një shkollë të tij të njohur si liceu. Pas vdekjes së Aleksandrit, Athina ngriti krye kundër sundimit Maqedonas dhe jeta e Aristotelit u bë e pasigurt. Për të shmangur dënimin e mundshëm me vdekje, si përkrahësi i Aleksandrit të Madh, Aristoteli iku në ishullin Eube, ku dhe ndëroi jetë. Më 7 mars të vitit 161, ka ndëruar jetë perandori romak Antonius Pius. Ai pasohet në post nga 2 bashkëperandorët Marcus Aurelius dhe Lucius Verus, një marrëveshje e paparë politike deri atëherë në perandorinë romake. Antonius Pius është konsideruar si një nga 5 perandorët e mirë në historinë romake. Ai besonte se perandoria nuk kishte nevojë për zgjerim ose pushtime të reja. Antonius ishte përpaqe dhe thoshte se parapëlqente të shpëtonte jetën e një qytetari të vetëm sesa të vriste 1000 armiq.